Përshëndetje dashur miq, jemi sërish tashmë me dy nxënësit e radhës, përgatësisht kemi vajtë, kemi Klotin, kemi dhe Robertin për të ekzekutuar dy nga pjatat që unë i kam shumë dëshirë. Është pjatë deti, është një pjatë që le të themi është një risk për ta përzgjedhur sepse është shumë e vështirë për ta realizuar. Si deri në fund të orës mësimit do të shikojmë se si ajo është për të çoduar dhe më saktë për të testuar se si shije. Është ale ole brioncino dhe djali ka zgjedhur një salmon furrë me pure patate. Koha vetëm për ju, vazhdojmë dhe përpunojmë produktet për të arritur qëllimin e pjatës për të realizuar. Të ndihmoj pak. Sa vjen sa doktor të? Sa vjen sa të? Nëse vë. Bara ujë. Tërë? Thik. Pak më shumë ujë. Kjo dhe qumësh. Kur do? Mjaftoni vetëm një hudhë? Po besoj që është mjaftueshëm. Ti shtrazo. Po të salmonin po të parë. Tuar këtu. Një majë të lehtë. Rregulloj me krip. Perfekt. Shpejt kësë pureja se e toqë. Në ndjetë më të? Rregulloj me krip i persi pas dëshirës. Mund të shtosh në një gjë që ti mendon se është okay dhe zit pjatën për të prezantuar produktin më pas. Thjesht mos e le purojën shumë trash se mund të rrezikosh që e tha deri sa të bëhet salmoni dhe shijo gjithë përgatitjet që Klodi do bën nga krau tjetër. Ka marrë vaj ujë? Klodi? Ujë ka marrë vaj? Jo. Dërko, ti do dhe ndaj gramatorin e pastës. Mos afro shumë se shhalli butonat. Se shhalli butonat. Do të bëj pak sa për të kushtat? Si ka halë se po bëri shumë edhe. Mos kalon gramaturën. Jo. Bëj shaka kujdes. Merë vaj ujë, mos të nëzito, ke kohën të ndizicion, pasa do vetë 10 minuta për të përgatitur. Shto dhe 2-3 minuta tjera për gatitin e kombinimet, është më saktë. Ti da bësh pak më të fortë, dhe se të realizohet. Mund të shtosh pak djath, të grirë, ke renden tek kanati poshtë, majtas. Tjetra hape, majtas, po, atë majtas aty, hape. E kem fund fare poshtë, okay. Zakonisht, kur janë pjatat delikate, sidomos kjo e pastës, mund të marrësh pas më të shkurtër, për gjithsesi edhe kështu.
s'ko filloj bëj përgatitjen e salsës së aloes. Peperoncino, kes, po shoh pas i vjen aty. M'fal. Ka rriqi. Ty e vesh, këtu jemi Klodës. Edhe mua më pëlqen shumë vëmendja. Mo pëlqen pikant, ja? Atë se diskutojmë fare. E ndihmojmë pak shoqen me një kapse për pastën? Ja, Kapse... I kam të gjitha. Ja, ajo se ka, po hajde. Por do mundohemi se këto kushte kemi. Mo ta bëjmë më të lehtë? të na shit namën kap. Ja. Panam. Prit, pa në vema. Le edhe pak.
fillohet nxirë, vendosë tiganin në mesin e saj, ik merr dhe salmonin, merr një nga ato mbrapa, talierët e vogla, që të vendosh tiganin, që mos ta djegim bangon profes. Vendos atë në mes, merr dhe tavën, rravën, pastro vendin, edhe fillon me demonstrimin e saj. Vendosit. Ishte apo ha vendosit atë, s'ka. Kujdes. Si që me luk druri, nuk ka problem, me luk druri. Në mes. Mos e ull, se e ull salmonin. Dhe gjithë puren si që ke. Vetëm në mes, mal. Ka o ti të përshikoj një krem unë që me zi pesta përvoj. Mos e ull. Da që dhe ullet tjere, po më thjem mos e ull, se dhe më bukur. Merë salmonin, vendosja sipër edhe lullet si pas dëshirës. E ka? Perfekt. Party. Pa panik. Vendosja sipër, të pjatë të dëndesh, në sovit në. Me kujdes. Vendos dhe ato erzat sipër, lullet e dekorit, ku të duash, ku ta kesh ti me përkollaj. Edhe prezentoj. Çka? Besoj se e kremoze. Edhe unë kështu mendoj. Ka gjo se e i nabë. Ti do shërbim. Edhe mos të marrë shumë kohë. Pa kam argumentin e vetë. A i më rajtë. Atë i që letrën, vendosu në mesin e saj. Tash mos ta mendim sy se këtë nuk e kemi përtektuar. Mos e vetë, jepi, vetë të si të duash, si ta kesh të përmbar. Si ta kesh të përmbar, jepi. Shpresoj mos më kapka. Ja, do të kap, s'me nga shkap. Shumë lartë. Kjo ka qenë pas e parë që kam bërë ku kam qenë këtu. Au. Se ja, kjo është arsye pse unë e kam bërë. Dhe prezantojmë sikur se Roberti e vendosi tek letra e saj. Pastro pjatën. Në pikën e parë, le të themi duket një past al dente. Nuk është mjaftueshëm. Është shumë pikante, mund ta kisha ul pak dorën e pikantes. Kremoze është mjaftueshëm, më pëlqen. Po ta provosh vetë, është shumë pikante. Është shumë pikante, me pikante. Pra ta bëjmë të konsumueshme, jo si disa persona që për mua është okay. Duhet ta jetë për shumicën okay, jo vetëm për mua. Pra dhe që se ka qef shumë pikantën, ta konsumoj. Se ndoshta i pëlqen. Ajo është me preferencë. Është shumë, është bi normal. Kam hedhur duk madhe nga një Nga kënaqësia e tepërt. Dil aty.
Shikojmë shoku nga krau tjetër, që ka bërë një pure patate me salmon. Pureja ka kripën e nevojshme. Pjekja e salmonit është siç duhet, për shkak të arsyes sepse jemi mësuar që salmonin ta marrim të tharë, por nuk duhet të tillë, duhet që të ruaj vlerat e veta. E provojmë. Për sa i përket marinimit, shije si i ke thënë.